Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një krep në tavë. Është një krep super e shijshme dhe fantastike. Do ta shikoni dhe shumë e thjeshtë. Për këtë krep kam 5 kokra vezë, 400 ml i kam qumësht, kam pak krip, 180 gram janë miell, një lugë gjelle e kam gjalp të cilin e kam shkrir, një lugë gjelle e kam sheqer, ndërsa për mbushjen do përdorim çokokrem ose reçel, ose nëse nuk keni dëshirë të ëmbla mund t'i përdorni të kripura. Atëherë do rrah vezët me sheqerin. Nuk është nevoja për mikser elektrik, me rrahjen e vezës dorë do t'i rrasim. Shumë thjesht. Shtojmë kripën. Qumështin. Është një krep me të vërtet shumë e thjeshtë. Në vend që të rrim dhe të bëjmë krepat një nga një, e fusim në furrë dhe del me të vërtet shumë e shijshme. Do shtojmë gjalpin. Mund ta bëni brumin gati nga darka. Në fund do shtoj miellin. Atëherë mund ta bëni gati brumin nga darka, e mbani në frigorifer dhe në mëngjes çojeni edhe e fusni në furrë. Duke shtuar miellin dhe duke e trazuar. Nuk është as pak e vështirë. Shumë e thjeshtë, siç e shikoni shumë e shpejt, nuk është se ka ndonjë punë të madhe. Fusim në furrë edhe do ta lëmë të ftohet, pastaj nxjerrim nga furra dhe pastaj do fillojmë dhe do bëjmë mbushjen. Megjithatë thash mbushja sipas dëshirës. Nëse keni dëshirë mund të mbushni me krepa, me çokokrem. Nëse keni dëshirë mbushni me ndonjë lloj reçeli sipas dëshirës tuaj. Dhe nëse si keni dëshirë të ëmbla, mund t'i hani të kripura. Siç e pash që nuk është se u shtua shumë. Shtova pak krip dhe pak sheqer. Atëherë brumin e kemi gati. Ka dalë shumë mirë. Nëse se e shikoni që brumi ka bërë kokriza, atëherë mund ta kulloni me një sipë më të madhe, me kullesë më të madhe, po themi, dhe e kullojmë për po themi që t'i ikin kokrizat. Nuk është se e kam me kokriza dhe nuk është se dua ta kulloj, thjesht po them se ndodh ndonjëherë që bëhet me kokriza. Nuk ka problem fare, kalojeni në kulles dhe jemi në rregull. Kam shtuar letër fure në tavë, vetëm letër fure, nuk e kam lyer me asnjë gjë, sepse i shtuam brenda gjalp. Ka i ndyrë po themi. Dhe tavën nuk e lyj me asgjë. Shtroj thjesht një letër fure. Do hedh brumin sipër. Do ta hapim që të vej gjithandej. Në këtë mënyrë. Dhe do ta fusim në furrë. Do ta fusim në 180 gradë dhe do ta shikoni vetë derisa të marrë një ngjyrë të mirë dhe të jetë pjekur. Krepa është pjekur, është gati dhe është momenti që ta pres. Unë e pres me gërshër, por nëse keni dëshirë mund ta presni edhe me thik. Ndërsa ndarjet që do bëjmë janë në dorën tuaj. Sa të madhe po themi doni ta bëni krepa. Do t'i presim në shirita, në mënyrë të tillë. E presim të gjithë krepën. Atëherë do ta presim një herë drejt dhe pastaj do ta presim në këtë mënyrë në pjesë katrore. Madhësia që ju doni ta prisni është në dorën tuaj.
do ta presim të gjithën, tham, në shirita dhe pastaj presim në pjesë katrore. Dhe malësin e zgjidhni vetë. Vaj se sa krepa po themi doni të nxirrni. Atëherë në këtë mënyrë e kemi prerë krepën. Do marrim pjesët që kemi prerë, do t'i blej, unë do t'a bëj me çokokrem. Nëse keni dëshirë mund t'jani me çokokrem, nëse keni dëshirë me reçel, ose thash mund t'i shoqëroni edhe të kripura. Është sipas dëshirës, por është një krep shumë e thjeshtë, që ja vlen ta provoni dhe e rrotullojmë. Në këtë mënyrë do me thënë, do t'i bëjmë gjitha krepat. E rrotullojmë dhe ja ku e kemi krepën. Dhe kështu do vazhdojmë me të gjithë brumin, gjithashtu ta përfundojmë me të gjithë brumin e krepës, po themi që kemi bërë. Kemi bën një krep të madhe dhe me këtë do bëjmë disa të vogla. Është njësoj si kurse të rini me tiganin, po themi dhe t'i bëjmë një nga një, ashtu si bëjmë krepat, kurse kështu e pjekim të gjithën një herësh, dhe e kemi shumë të thjeshtë, e marrim e ndajmë në copa të vogla. Dhe mbushin e bëjmë sipas dëshirës. Në këtë mënyrë. Krepat janë gati, siç e pat nga një krep e madhe, shumë e thjeshtë në tavë, dalin shumë krepa të vogla. Të dalin vërtet shumë të shijshme, nuk ka ndryshim nga krepat që bëjmë në tigan. Provojni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.